Trajneri i kombëtarës së Shqipërisë, Rolando Maran, publikoi listën e parë për miqësoret ndaj Izraelit dhe Luksemburgut, duke sjellë befasi, rikthime dhe emra të rinj që premtojnë shumë. Dy prurjet më të bëjshme janë debutuesit Pano Cirko nga Partizani dhe Luis Hasa nën pronësi të Napolit, të cilët për herë të parë marrin ftesën nga Kuqezin për ndeshjet e qershorit në Air Albania. Në kombëtare rikthehen Alen Sherri, Simon Simoni, Andi Hadroj, Taulan Seferi dhe Kristian Shpendi, ndërsa lista udhëhiqet nga emra të rëndësishëm si Bera Gjimshiti, Kristian Aslani, Armando Broja dhe Mirlind Dako. E nuk mungojnë as lajmet e këqija. Për shkak dëmtimesh, jashtë listës kanë mbetur Tomas Strakosha, Ernest Muçi, Rej Manaj dhe Nazme Gripshi. Shqipëria përballet me Izraelin më 3 qershor dhe me Luksemburgun më 6 qershor, të dyja sfidat në stadiumin Air Albania, aty ku pritet atmosferë elektrizuese nga tifozët kuqezi.